Në post do ju shfaqin të gjitha pikat e shitjes që keni regjistruar paraprakisht. Mjafton të zgjidhni nga cila pikë shitje do të lëshoni faturën dhe më pas do t'ju shfaqen opsionet e tjera. Nëse lëshoni faturën ndaj një klient rasti, nuk ka nevojë të kërkoni klientin. Në të kundërt, duhet ta kërkoni duke shkruar emrin e tij. Mjafton të zgjidhni produktin apo shërbimin përkatës dhe të klikoni paguaj nëse do të paguhet si faturë. Dhe borxh nëse është një faturë e palikuiduar dhe ofertë nëse është preventiv. Mund të modifikoni çmimin tek butoni Modifiko çmimin ose të anulloni veprimin nëse keni gabuar diku. Mund të vendosni shënim dhe nëse klikoni mbi katrorin e vogël, shënimi do të shfaqet në faturë. Për veprimet e shpejta mund të përdorni plusin. Në accounts mund të lëshoni fatura në emër të përdoruesve të tjerë. Nëse ky opsion nuk ju nevojitet, nuk do t'ju shfaqet. Faturat e lëshuara mund t'i shikoni direkt nga faturat e mia ose libri i shitjeve.